To munduam të alon një histori të bukur që shë kumë fillu si atlete edhe me përfundu të kënaqur me nxënës. Kanë qenë Shola Okon edhe është reprezentuese e komunës, e gareve regionale, republikane, kështu me radhë. So banori ka Shola në përgjithësi? Shola do me thonën dikon 2500 shtëpi ka, edhe banorët atë gravitojnë dikon ka 3000, po thoja se shumica janë të bashkëtisuna, fatkeqësisht se emigrimi ka bërë vetëm, po si fshat është një fshat bukur i madh, edhe po shihet se është me një pozitë gjeografike që mo bujqësia veç ka ra. Këtu pritet në të ardhmen, domethënë në zhvillim i bizneseve, edhe kështu që ta shohmi tash me qeveritë e reja, kërkesat janë të pandalshme. Të pandalshme janë. Me çka aktualisht pyetja e fundit, falë se edhe nuk po duam ta marr më shumë kohë, me çka për 40 vite sa mban mend, me çka janë bajt gjallë banorët e Sholës? Po në fillim banorët e Sholës mas shumë të janë marrë me bujqësi, dihet aty me blegë. Një tokë pjellore është përndryshe e Sholës. Me ngarkesën e zhvillimit të hapshëm, do me thonën edhe për 40 vite shimi banorëve ka bërë vetën që tukat veç që janë zonë. Tash, do me kjo është ndryshimi që përpara janë marrë pjesërisht punësum, po shumica me bujqësi. Po. Tash e tutje, po shihet se veç edhe ai interesi i moral. drejtum ka qyteti, ka vendet ku punësimi është më i lehtë, edhe për 3, edhe për 3, edhe për gjithë. Tash edhe një pyetje. Mësim dhënëse në shkollën Ibrahim Banushi. Cilën lënd? Lëndën edukatës fizike, Ende do të që burna me ta. Fatbarësisht më kanë marrë një sallë shumë të bukur, edhe një fushë sportive, edhe pse përpara kanë lujtë nashtë edhe në bolt, ja kanë dalë, kanë qenë Shola Okon edhe është reprezentuese e komunës, e gareve regionale, republikane, kështu me radhë. Të ju falenderu punën e nxënësve të time. Zonja Gjyle, ti rrnofsh shumë gjatë, të paktën nuk jetojmë përgjithmonë, po veprat tona janë ato që mbesin, edhe uraj. Ato munduam të alon një histori të bukur që shë kumë fillu si atlete edhe me përfundu të kënaqur me nxënës. Uroj edhe shpresoj edhe të falemnderit shumë që pranove, se është pak ftoftë jashtë, kështu që po duam të përshëndet edhe falemnderit shumë për kohën tuaj. Edhe kam dëgjuar që je hapën, qysh e the edhe për banorët për gjithçka. Uroj që mos ketë probleme fshati Sholë kur, gjë që ta lehtëson punën edhe ty. Normal, ajo është numër 1, të jenë kënaqur banorët me mua edhe unë me ta deri në përfundimin e mandatit, të dash Zoti të vjen në vendin tim apet një femë që ja vlej. Faleminderit shumë edhe për mesazhin. Miro, pafshim, dua ta marr këtë mikrofon. Faleminderit shumë zonja Gjyle, paqit. Rastësisht, spontanisht. Biseduam me zonjën Gjyle, kryetaren e fshatit Sholë, po ashtu edhe me drejtorin, po ju lëm me pak pamje nga kjo pjesë, sepse dua ta shkoj ta përshëndes sepse e la shkeq drejtorin e shkollës. Shihemi vetëm pas pak.